Deputetët shqiptar miratuan të njëjtën një vendim të qeverisë për t'u bashkuar nismës Bordi i Paqes, të lançuar nga presidenti amerikan Donald Trump me synimin për të zgjidhur konfliktet globale. Kështu e nis shkrimin e saj media ndërkombëtare Reuters, e cila ka pasqyruar vendimin e Kuvendit për të miratuar aderimin në Bord. Reuters citon kryeministrin Edi Rama, i cili gjatë fjalës së tij e cilsoi këtë hap si një akt vullneti të mirë dhe një nder të veçantë, duke theksuar se do të forcojë rolin e Shqipërisë në skenën ndërkombëtare. Projektligji u miratua me mbështetjen e 110 nga 140 deputet, ndërsa Rama argumentoi se antarësimi në këtë nismë siguron që Shqipëria të mbetet në tryezë në diplomacinë globale, duke u referuar një deklaratë të kryeministrit kanadez Mark Carney në Davos, shkruan Reuters. Ajo ndalet edhe te Kosova, duke e konsideruar një aleate të ngushtë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas mbështetjes për shpalljen e pavarësisë nga Serbia në vitin 2008. Gjithashtu Kosova i është bashkuar Bordit të Paqes, shkruan Reuters. Media ndërkombëtare ndalet edhe te qeveria në largime e Bullgarisë, e cila ka aderuar në Kartën e Bordit të Paqes, një vendim që pritet të ratifikohet nga parlamenti javën e ardhshme. Diplomati Nikolaj Mladenov, ish i dërguar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, është zgjedhur si përfaqësues i lartë për Gazën në kuadër të Bordit të Paqes, njofton Reuters. Bullgaria dhe Hungaria janë deri tani të vetmet vende anëtare të Bashkimit Evropian që janë bashkuar Bordit të Paqes. Lista përbëhet nga 19 vende që kanë pranuar të jenë pjesë e Bordit të Paqes, ndërsa shumë të tjera kanë refuzuar, sikurse Franca, Britania e Madhe apo Italia. Kuvendi i Shqipërisë miratoi një ditë më parë aderimin në Bordin e Paqes me 110 vota pro. Rama mungoi në samitin ekonomik botror të Davosit, duke u justifikuar se i duhej të ishte prezent në Vlorë për t'u takuar me vajzën e presidentit amerikan, Ivanka Trump, të cilën mbrëmjen e dieshme priti edhe në ambientet e kryeministrisë.